Atëherë përshëndetje dhe për juve në studio dhe për gjithë ata që janë duke na ndjek, siç e thatë edhe ju, gjendemi këtu në liçenin e Batllavës, ku një person pra dyshohet që ka hyrë për t'u larë dhe i njëjti nuk ka dalë nga uji. Sipas Policisë së Kosovës, e gjithë ngjarja ndodhi pra mbasditën e kësaj së marte, pra rreth orës 13 dhe menjëherë pas pranimit të informatës, të gjitha njësitë relevante policore dhe ato të kërkim shpëtimit janë parë në vendin e ngjarjes. Ne ishim këtu pra kur erdhen edhe forcat e sigurisë së Kosovës për të nisur operacionin pra të kërkimit të trupit për ta lokalizuar. Pra ata filluan rreth orës 16:30 operacionin dhe i njëjti është ende duke vazhduar, ku pra për të parë se nëse mund ta gjejnë trupin i cili pra ka hyrë viktima në ujë. Na gjatë qëndrimit këtu kemi tentuar që të marrim më shumë informacione për të parë se si ka ndodhur e gjithë ngjarja, mirë po nuk na është lejuar që të afrohemi, mirë po vetëm kemi kuptuar se viktima është mashkull dhe është rreth të 25-tave. Aktualisht pra operacioni është duke vazhduar dhe në vendin e ngjarjes janë policia dhe ambulanca, tani me ka ardhur kryetari i komunës, Shpejtim Bulliçi dhe familjarët e viktimës. Roni mund të më përcjell pakës me pame për të parë se për t'ju treguar se anija pra është ende në kërkim dhe zhytësat janë duke kërkuar trupin. Këtu janë disa nga informacionet e fundit që mund t'jap nga liçeni i Batllavës dhe për çdo tre ne do t'ju mbajmë të informuar. Mirë, Jona, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte dhe